Bashkia e Vlorës ka nisur rikonstruksionin e rrugëve të brendshme në lagjen 24 maj. Për banorët e zonës, projekti që mezi e prisnin të realizojë ndër vite, po shkakton shumë probleme. Rruga sipas tyre është e mbushur me çakull, trotuari që gjendej në të është shembur dhe punimet më pas janë pezulluar prej ditësh. Banorët tregojnë se firma që ka fituar këtë projekt punoi vetëm disa ditë dhe më pas u largua nga zona, duke e lënë lagjen në gjendje më të keqe edhe se më parë. Ky projekt sipas banorëve është tepër i rëndësishëm, por ai duhet të realizohet në kohë dhe me cilësi, gjë që e cila deri më tani nuk po përmbushet. Ata shpresojnë që situata të ndryshojë dhe të shpëtojnë më në fund nga pluhuri dhe balta në një rrugë që për ta është kthyer në gangren prej 26 vitesh. Shikoj thjesht. Kemi edhe ma plazhi, zujnë turistë. Ka dëmtuar biznes? Ka dëmtuar që. Ta që është mirë, po kur bie shi, do të kesh gomone të kalështu. Ndërkohë kanë vënë edhe një tabelë që do filloj punimet e rrugës. Do fillon të tash jenë ndërprenë. Pse? Për turizmin. E ka lënë për të vazhduar në shtator. Është nevojshme për një rrugë? Është nevojshme rruga, po pa rrugë ku do vesh? Ka jetë. Sa vite ka një gjë keqe? Sa ka? 30 vjetë ka mundë. Shuka që bëti këtu je, s'ke hyra në poshtë. Hyra në poshtë, shikohen në poshtë jeshtë. Të shi shpresë na premtuan, ka vënë piketa, a do bëhet, a do bëhet. Po themi që do bëhet, se ka erdhur kryetari i bashkisë, edhe një deputet ai Medicina, na ka premtuar, kanë vënë ato shenjat piketat, tërë ato. Faleminderit. Po be kjo, në këtë rrugë duam, s'dojmë gjithë tjetër. Se tjera ti kemi vetë ka ata. Projektet që zihen këtu, zihen për një moment ku ngjet preza kryqja atyre. Edhe vën atë që të mbyllin gojën që më të shtohet numri atje të protesta. E kupton? Unë jam të gjodën. Si? Sa ku ka që është vendosur tabelën? Këtë tabelën ata kanë tani asë një muaj që e vull. Edhe prishin dhe këtë këtu që të shpje të thujmë qafën e se të sëmur jemi. E thamë dhe që këshirë se unë bura dhe unë të fëmijë dhe ata ti që janë në Itali në mbarë tyre. Si për fundim, asë edhe po fillojnë, kanë plan, kanë këtë, kanë atë, por ata e dinë se kur dhe fillojnë e kur dhe mbarojnë. Në këtë gjendje, unë jam 74 vjetë, që dje i mbusha 74, edhe kjo aqë mbaj mëndun. Unë pres që të betë më mirë, për vetë me në arsye se e keqja me e vogël e shqiptarve, është këta që janë. Se të atë parët i pamë si njerin dhe tjetërin, që janë ata që... Prandaj, e keqja me e vogël, që diçka ka bërë, ka rregulluar, nuk mund të themi fare. Të pak në kjo ishe për faqe zezë kanë bërë me këtë. Tani presim që tani që janë dhe botime se këtë zakonisht që ku lëvizet ku vinë botime, të bëhet ndonjë punim e kështu. Prandaj botimet për mendimin tim mos të bëjnë një herë në 4 vjet. Ju kam premtuar vazhdimisht që do ta shtroni rrugën. Kam vajte, kam dhe unë që më shikon ju këtu që po komunikoj me juve, e kam kërkuar këtë gjë. Disa herë jo do fillojmë, jo s'ka ardhur fondi, jo kjo, jo ajo. Tani ata e din, po ti fondet për rrugët e tjera tani që se kjo është rruga. Kjo rrugë është që është dhe në hartë, në gjitha rruga prej nga Petroshati, njëhet historikisht. Kurse këto në rrugët e tjera që janë hapur tani që kanë zënë pyet, kanë anë nafshatar dhe kanë zënë pyet, dhe kanë zënë këtoti, dhe ato i asfaltojnë, se andaj marrin votat është tjetër gjë. Kurse kjo që është tu se tek ne i ka sigur thaj këtu, se këtu bemi janë 2000 veta neve në këtë vit të drejt, edhe don këta mirë dhe keq neve te ata vemi. Po çana pyet je direkt tash. Po çana pyet atë ora man tash është mirë. Po pa ushtruar ishte beter, ishte cop. Kanë ardhur janë 15 ditë, 20 ditë, sa e sistemuan, edhe tani nuk po duken më se si e kanë punën ata e din. Deri tash nul. Unë këtu kam lindur jam 75 vjeç. Në gjendje të keqe ka qenë tërkohën. Projekti me vlerë mbi 61 milion lek përfshin rehabilitimin e rrugëve Rezmi Ramo, Minella Anastasiadi, si edhe Prenjë Petoshati. Punimet kanë nisur më tepër se 2 muaj më parë dhe afati përfundimtar i tyre është 4 muaj, ndërkohë që më tepër se gjysmë e këtij afati ka përfunduar, punimet nuk kanë avancuar as pak.